Arber Hoxha ka luajtur sot një ndeshje me Shqipërinë jashtë pozicionit të zakonshëm në të majtën e sulmit, duke qenë më i tërhequr. Kjo është mënyra si trajneri do të luaj. Kishim pak stërvitje me trajnerin e ri, por çdo ditë po ndjehemi më mirë. Nuk kishim fat te goli, goditëm portën, krijuam raste dhe nuk shënuam. Të vemb? Normale, se besoj se u paraqitëm mirë. Edhe në pjesën e parë krijuam shumë raste. Izraeli nuk kishte shumë raste. Na dënoi në pjesën e dytë me një kundërsulm me top të humbur në sulm dhe normale që dhemb. Momentalisht jam i fokusuar këtu. Pjesën e transferimit nuk e kam në mendje se ndihem mirë edhe ku jam. Nëse është kismeti të bëj një lëvizje këtë verë, do e bëj. Nuk e di. Të them të drejtën, nuk kam dijeni për asgjë, tha Hoxha për Supersport pas ndeshjes. Anis Mehmeti foli pas ndeshjes që Shqipëria humbi me rezultatin 0-1 ndaj Izraelit. Sulmuesi i kombëtares tha fjalën e tij nga stadiumi Air Albania. Shumë mirë u ndjeva. Nuk më pëlqejnë intervistat. Besoj se kemi bërë ndeshje shumë të mirë. Më erdhi pak keq se nuk bëra golin në minutën 2. Duhet ta kisha bërë patjetër. I ngarkuar? Nuk besoj. Është thjesht momenti. Kur ma dha krosimin Hysaj, nuk e pash. Erdhi me pak vonesë. Ndoshta duhet ta godisja me kokë. Roli? Fazën defensive e bëja si sulmues. Kur ishim me topin, isha si numër 10, por majtas. Se Arber Hoxha ishte sulmuesi i krahut dhe unë isha në rolin e 10, por majtas. Laçi në rolin tim dhe Hysaj me topin shkonte djathtas. Ky është pozicioni i preferuar. Ose sulmuesi i krahut, majtas. Premier League? Jam gati. Kam punuar për këtë moment. Shpresoj të jap maksimumin. Ëndër të luash në Premier League. Jam shumë i gëzuar dhe jam gati. Ndryshimi në stol? Me këtë trajnerin e ri, kam ecur mirë. Sot fillova në formacion dhe po vazhdoj. U shpreh Mehmeti për Supersport. Kristian Aslani foli pas ndeshjes që Shqipëria humbi 0-1 ndaj Izraelit. Miqësoria u luajt në stadiumin Air Albania. Ka qenë shumë pozitiv. Trajneri është shumë rob i mirë. Do pressing të lartë dhe agresivitet. Kemi pasur vështirësi në pjesën e parë, sepse ishin me 2 mesfushor dhe unë me Ramadanin ishim pak do dalim apo jo. Në të dytën, gati shkuam 1-1. Na vjen keq. Pësuam atë gol dhe na vjen keq sepse besoj kemi bërë ndeshje të mirë sot. Zgjedhjet i bën trajneri, por të gjithë çunat janë gati. Është shumë e vështirë të luash 2 ndeshjet e fundit, kur ka mbaruar kampionati. Jemi stërvitur të gjithë mirë. Tani, presim Luksemburgun. E ardhmja? Nuk e di. Beshiktashi ka të drejtë blerje deri më datë 15. Jam gjetur shumë mirë atje, kam luajtur të gjitha ndeshjet. Shpresoj të ri atje. Nuk i dihet. U shpreh Aslani për Supersport. Elseid Hysaj ka qenë përsëri protagonist në të 2 fazat e lojës për kombëtaren shqiptare në ndeshjen ndaj Izraelit. Të them të drejtën, kur luaj me fanellën e Shqipërisë, është objektivi të jap maksimumin derisa të kem fuqi, dhe kështu do të vazhdoj derisa t'ja dal. Ky është një trajner i ri, ka ide të reja, që besoj me kohën do sistemohen, se kemi pasur vetëm 4 ditë kohë që të rregullojmë aksione mbrojtëse e sulmuese. Por është pozitiv, sheh një lojë më sulmuese se sa kemi bërë më parë. Shpresoj që të gjitha të ndihmojmë që të jemi më mirë për ndeshjet e radhës. Tensioni? Futbolli kështu është. Unë nuk kam qejf të bëj këto skena. Por në momentin që pash lojtarin me gishtin në buzë duke u thënë tifozëve të pushonin, është impuls momenti. Kërkoj falje. Janë gjëra që ndodhin në futboll. Shqyr nuk ndodhi asgjë e rëndë. Unë jam pa kontratë. Jam 2 ndeshje për këtë vit. Pastaj kam folur me menaxherin. Po punon, do gjejmë situatat më të mirë, më të vlefshme dhe pastaj do tregoj. Se për momentin nuk më ka thënë as mua diçka. Tha Hysaj për Supersport pas ndeshjes. Rolando Maran debutoi me humbje te kombëtarja shqiptare. Kuqezin të mposhtën me rezultatin 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania. Golin e vetëm të miqësores e shënoi Oskar Gluh në minutën e 73. Maron mund të ngushëllohet me faktin që 2 trajnerë që shkruan historinë me Shqipërinë, po ashtu debutuan me humbje. Fillimisht, Gianni De Biasi, që njihet edhe si Miki Maran, ishte në stol për një miqësore në ndeshjen e parë. Shqipëria u mposht në transfertën e Gjorgjis me rezultatin 2-1. Ishte shkurti i vitit 2012.
De Biasi më pas u bë trajneri i parë që dërgoi Shqipërinë në një kompeticion si europiani. Trajneri i dytë që u bë pjesë e historisë me kuqezint ishte Silvinho. Tekniku brazilian po ashtu debutoi me humbje, ndërsa kombëtarja humbi 1-0 në transfertën e Polonisë. Ishte marsi i vitit 2023. Silvinho jo vetëm shkoi në grupet e një europiani, por edhe udhëhoqi Shqipërinë në play-off të botërorit. Shqipëria e ka nisur me humbje etapën e saj në drejtimin e Rolando Maran, e mposhtur me shifrat 1-0 në Air Albania nga Izraeli. Në një ndeshje ku Maran kishte zgjedhur ta niste me Mehmetin në sulm për krah Brojës dhe Hoxhës, ishin kuqezint që kishin iniciativën pikërisht fal lojtarit të ri në repartin e avancuar, pasi ai tentoi disa herë të gjente rrjetën. Por kuqezint nuk ja dolën të shënonin në një ndeshje që kishin mjaft mirë nën kontroll. Por një zbritje e shpejtë në të majtën e Glouh dhe një diagonale e tij në shtyllën e largët, gjeti të pavendosur mirë prapavjen kuqezi dhe solli golin e vetëm të ndeshjes. Kjo pasi pavarësisht ndryshimeve të Maran, Shqipëria u shfaq më pas rrallë herë rrezikshëm në sulm, duke mos krijuar shkëmbijën që pritej për të barazuar rezultatin, pavarësisht dëshirës që shfaqën kuqezint.